Numri personave që shfaqen probleme me zemrën po rritet çdo ditë më shumë, po ashtu edhe vdekjet e shpejta si pasojë një infarkti kardiak. Ritmi i çrregullt i zemrës është një nga shqetësimet kryesore që në shumë raste kërkon implantimin e pajisjeve kardiake për rregullimin e funksionit të saj. Sipas mjekëve kardiolog, gjatë një viti realizohen rreth 600 ndërhyrje të tilla. Implantimi i pajisjeve kardiake bëhet për qëllimin e rregullimit të problemeve me ritmin e zemrës, të cilat mund të jenë të rrahura të ngadalta ose ndonjëherë të rrahura të çrregullta apo të shpejta varësi sëmundjes që ka pacienti. Ne implantojmë mesatarisht rreth 500 deri në 600 pajisje kardiake në vit. Një pjesë prej tyre janë pacemakera, të cilat mund të jenë të thëna në gjuhë të thjeshtë me një dhomë apo me dy dhoma, por janë edhe aparate defibrilator kardiak të implantueshëm, të cilat implantohen tek pacientët me aritmi të rrezikshme malinje që kërcënojnë jetën, dhe terapitë e resinkronizimit, të cilat implantohen tek pacientët me insuficiencë kardiake. Këto pajisje implantohen kryesisht te pacientë të moshës së tretë, por ka raste edhe te të rinjt. Specialistët theksojnë se pacientët që kanë kryer një ndërhyrje të tillë pas rikuperimit mund të vijojnë një jetë normale. Kurse është mosha e tretë, ajo që preket më shumë nga problemet e ritmit të zemrës, veçanërisht me të rrahura të ngadalta, por patjetër kemi shpesh mosha të reja, qoftë patologji të lindura, që lindin me një problem të sistemit konduktiv të zemrës, apo pacientë të cilët kalojnë infarkt në moshë të re, me një zemër të dëmtuar, të cilat ka nevojë t'ju implantohet një pajisje kardiake për parandalimin e vdekjes papritur apo rregullimin e funksionit të zemrës. Një pacient që vjen në gjendje të rëndë, që ka bërë gjendje të fikti, që mund të ketë rrahurat 20-25 minutë, dhe në momentin që i vendoset një aparat pacemaker, përmirësimi është imediat, i menjëhershëm, fantastik, pacienti ndihet mirë, shkon në shtëpi për 24-48 orë dhe bën një jetë praktikisht normale. Mjekët kardiolog apelojnë për kryerjen e kontrolleve periodike pasi edhe një infarkt i trajtuar mbart rrezik për jetën.